Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Ona dhe Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi në ditë e shtunë, data shënon 11 prill për vitin 2026, duke uruar të gjithëve një ditë edhe një fundjavë të mbarë me programin e mëngjesit. Do të jemi nga ky moment edhe deri në orën 9 me rubrikat e përditshme. Sot patjetër kemi më shumë kohë dhe hapësirë për të biseduar së bashku për temën e ditës e jo vetëm. Do të shfletojmë pra edhe shtypin e ditës, gjithat përditshmet që na kanë mbritur në redaksi, që më së shumti mund të themi është numri fundjavës, duke qenë që nesër para të dielën gazetat nuk dalin në botim, është thjesht një ditë pushimi, edhe mediat online me shumë interes, sepse sot zhvillohen negociatat mes SHBA-ve dhe Iranit në Pakistan, megjithëse situata e tensionuar përpara këtyre negociatave, po kam i përshtypjen që të gjithë shpresojnë që të arrihet në një marrëveshje afatgjatë dhe le të themi një herë mirë lufta në lindjen e mesme të marrëfund, sepse ndikon shumë në mbar botën, tek ne këtu në Shqipëri ka ndikuar edhe në aspektin ekonomik. Edhe gjithçka tjetër do të kemi mundësi të pasqyrojmë patjetër parashikimin e motit po ashtu me interes, sepse mëngjesin e sotëm më vure një ndryshim. Së pari fokusohemi në shtypin e ditës, në gjithat përditshme që na kanë mbritur në redaksi, duke qenë që jemi ditë e shtunë, jo vetëm ato gazeta që na mbrin çdo ditë, por kemi sot edhe gazetat javore, letrare, kulturore apo edhe kushtërim brezash. Pas hyrjes në shtypi do të nisim me gazetën Panorama dhe kryartikullin për zhvillimin kryesor e kemi në ekran. Fokusohemi më konkretisht ka të bëjë pra me një raport që është dërguar ambasadave. Jemi me të gjitha detajet edhe një herë. Raporti për ambasadat, kuvendi një partijak, Partia Demokratike deklaron, PS ka blokuar kontrollin e qeverisë. Refuzimi, një raporti detajuar i Partisë Demokratike dhe i firmosur nga Gazmend Bardhi, vë në dieni se elit diplomatike se mazhoranca, por refuzon kontrollin e qeverisë në kuvend. Bardhi informon diplomatët për asgjësimin e të drejtave kushtetuese të opozitës dhe degradimin e standardeve në funksionimin e kuvendit. Raporti përmban të dhëna specifike për secilin mekanizëm kontrolli që ishte refuzuar opozitës, ku listohet se shumica në kuvend ka refuzuar komisionet hetimore, interpelancat, mocionet me debat, apo dhe kërkesat për informacion. Në faqen 3 mund lexoni më tepër konkretisht, po besoj që kuptohet shumë qartë për çfarë zhvillimi bëhet fjalë, që me detajet që unë i bëra me dije. Vendimi ishte korruptiv, Belin Klliçi deklaron, News 24 u nxor me dhunë nga godina për një klient të qeverisë. U dëbua media, por uzina mbeti bosh gati një vit, del edhe një VKM e re. Për të vijuar me zhvillimet e aktualitetit, e më pas si çdo të shtunë edhe në Panorama do të jemi me suplementin Panorama Plus. Vendimi, qeveria jep bazën, privati merr kontrollin e pashalimanit. Çmimi i naftës, shoqatat e transportit reduktojnë me 30% autobusët nëse nuk ka reagim të menjëhershëm që nuk ka ndodhur konkretisht, pavarësisht se janë bërë 2 takime të paktën deri më tani. Portreti, identiteti në gur, hylli dhe vazhdimësia e lirës shqiptare, nga Ilir Cenollari vjen ky material. Kalojmë në këto momente në Panorama Plus, siç e përmenda, një suplement me zhvillimin nga bota e showbizit shqiptar gjatë një jave. Raporti i Soni Malajt me Ish Burrin nga bashkimi tek partnerët e rinj. Myrto Uzuni, pushime luksi në Florida, bëhet fjalë për futbollistin e kombëtarës. Personazh, Nora Istrefi pajtohet me Robert Berishën, çifti kapet mat. Gjensila Myrtezaj, fest private në Kosovë për ditëlindjen. Në foto është Myrto Uzuni me familjen, gjatë pushimeve pra në Florida të SHBA-ve, ai aktivizohet tek Austin, ekip nga Texasi, dhe majtës është faqe e parë e këtij suplementi. Së fundmi, do të jemi me opinionet e ditës, 3 janë shkrimet që pasqyrojnë faqen e parë dhe do t'i shohim me interes. Nga profesor doktor Shezai Roka i keni mundësi të lexoni, kakografia ligjore për gjuhët në RMV. Kur themi në RMV, Republikën e Maqedonisë Veriut. Një shkrim, kam përshtypjen që ka marrë nxitje edhe nga protesta e studentëve shqiptarë atje për dënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Opinion nga profesor doktor Lisen Bashkurti,
Gjua shqipe, zemra identitare e shqiptarëve, dhe nga sociologu mjeshtri madh Gzim Tushi, keni mundësi të lexoni Kriza sociale dhe pudra e modernitetit. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet në gazetën Panorama, numri i kësaj të shtune, e pa me detaje. Zhvendosemi me gazetën Tema, që është e radhës. Në fotën kryesore është ish kryetari i Bashkisë New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Eric Adams, do të shohim edhe shkrimin që shoqëron, i cili shihet pra pak a shumë me veshje tradicionale shqiptare, duke bërë edhe shqiponjen. Eric Adams, ish kryetari i Bashkisë të New Yorkut, bëhet shqiptar, më tepër lexoni në faqen 3. Ne do të zhvendosemi në të tjera zhvillime dhe do të vijojmë me gazetën Tema. Shtetasit Ukrainas lejohen të hyjnë pa vizë dhe të qëndrojnë deri më 30 mars të vitit 2027. Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka miratuar një vendim të ri që përcakton afatin e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të Ukrainës në territorin e Republikës Shqipërisë, shtetën situatë lufte. A janë bllokuar negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian? Rama deklaron, çdo gjë po shkon sipas planit. Kryeministri në fakt ka pasur një takim me pensionistët e njësisë numër 2 këtu në kryeqytet. Historia e grupeve antikomuniste pas vitit 45 në zonën e jugut, në kufi me Greqinë, shënimet e generalit. Kemi të bëmi rubrikën Histori dosier në faqet 10-11. Vijojmë me të tjera zhvillime. U qëllua për vdekje nga kunati i tij, publikohet fotoja 48 vjeçarit që u vra në Nikël. Rubrika Antena brenda familjes. Muli proteston doktorin për ngushticën e Hormuzit. Autorit që vrau policin në Fier ju hoq burgimi përjetshëm, flet babai viktimës. Zhvendosemi tek opinionet e ditës, nga Mero Baze mund të lexoni, është edhe qëndrimi redaksional i gazetës Tema, sepse Mero Baze është botuesi i kësaj të përditshmeje. Një provë që dëshmon që Veliaj sapo ka nisur të lexojë dosjen. Shkrimi i radhës vjen nga zoti Enver Robelli. Për ata që 24 orë shajnë çdo vlerë të kombit shqiptar dhe bëjnë thirrje për hakmarrje, dhe nga Thoma Gëllçi keni mundësi të lexoni Maga Morali. Këto ishin zhvillimet, opinionet, gjithçka e pasqyruar në gazetën Tema. Në numrin e kësaj shtunës, sot jemi pra me datën 11 prill të vitit 2026. E lëm pas gazetën Tema, e vjojmë pasqyrën e shtypit me gazetën Dita. Është e radhës dhe do të fokusohemi më konkretisht. Së pari patjetër me zhvillimin kryesor, analiza e një lufte, pra ka të bëjë me luftën në lindjen e mesme dhe pasqyrohet një analizë në numrin e sotëm të gazetës Dita. Do të shohim në ekran për të vijuar edhe më konkretisht kush fiton kur bota digjet. Pra, analiza e një lufte, kush fiton kur bota digjet. Pushteti i gjakut dhe maska e fituesve të padukshëm mbi gërmadhat e llogarive politike. Pse pas shifrave të luftës fshihet çdo herë dështimi i njerëzimit. Fituesit në një luftë pra nuk janë popujt, por kasta që ushqehet me krizë. Liderët që përdorin tymin e luftës për të fshehur dështimet e brendshme, industria e armatimeve që sheh tek shkatrimi një bilans të rritjes dhe radikalët që gjejnë legjitimitet tek urrejtja reciproke. Për ta, paqja është humbje. Në faqen 3 mund lexoni gjithçka pra analiza e një lufte e në një farë mënyrë kush fiton e kush humbet kur bota digjet. Arkiva, 11 prilli, rrëfimi i mjekut Ahmet Kamberi që pa Enver Hoxhën të dorëzohej përpara vdekjes. Një dokument dëshpërimi dhe dobësie njerëzore në majën e një pushteti që dikur duke i pathyeshëm, detajet që u mbajtën të fshehta deri në sekondën e fundit. In memoriam, vdes për andron jetë Elliot Engel, shqiptarët humbin mikun më të madh në Kongresin Amerikan. Nuk është thjesht një humbje, por mbyllja një kapitulli ku një individ ndikoi drejt për drejt fatin e një kombi. E mbi gjitha marrëdhënia e tij dhe ndikimi i tij pra se takon Kosovës. Historia e ides, pse komunizmi nuk e ka origjinën nga Marksi. Çok politikës apo ndryshim për fukarinjt, zbutja e paraburgimit. Pra kjo është çështja që kemi diskutuar në fakt edhe ditën e djeshme dhe kjo është pyetja, mënyrën se si e pasqyron dhe gazeta Dita.
pra një qok politikës, politikanëve, apo ndryshim për fukarejnë, kjo zbutje para burgimit, apo edhe masës arrest me burg. Zhvendosemi në rubrikën e shëndetit, kur Zora vendos për shëndetin, mikrobioma, truri dytë që kontrolon trupin. Trupi komandohet nga mikrobet, ndaj gjithçka kalon nga Zora, komandanti padukshëm i organizmit. Karburant vetëm për 3 javë në aeroporte, alarm në Europë. Mungon certifikimi, aeroporti Vlorës nuk do të hapet këtë verë. Zhvendosemi në një shkrim që vjen nga zoti Bashkim Koçi. Dorhiquni, një thirrje për ata që nuk përfaqësojnë as idealet dhe as shumicën. Në OVL e lanç dhe dorëheqja si një akt të respektit ndaj historisë, ndaj dëshmorëve dhe vetë opinionit publik. Pyetje përgjigje me kryeredaktorin, autokrati i estetikës dhe fostili pastërtisë, të pagabueshmit që s'din të thonë kur më fal. I mbyllurin në fluskën e narcizmit që kthen çdo dështim në sukses dhe çdo kritik në tallje, dhe kufoma që kërkon të na imponojë një amnezi kolektive mbi rënojët që ka lënë vetë pas, kur politika kthehet në një lodhje ekzistenciale. Kjo është zhvillimet edhe në gazetën Dita. E lëm pas e këtë të përditshme, përfunduam, pam gjithçka pasqyroi në faqen e parë, dhe u zhvendosim me gazetën Telegraf në këto moment. Gazeta Telegraf është e radhës, numri i kësaj shtunën, numri i kësaj fundjavë pra, sepse le themi përmbledh të shtunën dhe të dielën, duke qenë që edhe për ata që ende nuk e dinë, të dielën gazeta nuk ka. Dhe kur themi nuk ka, është thjesht një ditë pushimi, pra nuk dalin në botim për të rikthyer të hënën. Skandali, impianti i Kasharit dështoi, glabëroi 100 milion euro, por punimet nuk përfunduan kurrë. A do të nisë hetimet SPAK? Mbi 81 milion euro u shpenzuan për ndërtimin e impiantit Kasharit, që do të shërbente për përpunimin e ujrave të zeza. Afati për përfundimin ishte caktuar në vitin 2018, por Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës prishi marrëveshjen me kompaninë Donti dhe Kubota, kur punimet kishin arritur 70%. Gjykata e Arbitrazhit gjeti përgjegjëse Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës për prishjen e njëanshme të kontratës dhe vendosi që kompania të dëmshpërblet në vlerën 13.5 milion euro. Ky ishte zhvillimi kryesor, më tepër lexoni dhe në brendësi. Vijoj me Partia Socialiste. Edi Rama dhe Ministri Demon ndezin motorët për vendoret 2027, takimet në Tiranë dhe sipërmarrësit e Beratit. Ish drejtori VOS për Eurozin, Frank Shkreli, lahuta e malësisë, zëri që nuk shuhet, si mban gjallë identitetin shqiptar në shekullin e 21. Profesor Afrim Krasniqi, politikanët bëjnë show që pas votimit mbeten në letër, spektatorët e qeverisë duar trokasin diçka që nuk ekziston. Zhvendosemi me një zhvillim që ka të bëjë në fakt me pensionet dhe me interes, pensionet qesharake dhe një realitet i hidhur. Flet profesori asociuar Ilia Larti. Sa i rafrojnë zgjedhjet, klasa politike në Shqipëri kujtohet papritur për pensionistët, pasi janë forcë e madhe votuese, rreth 700.000, mbi 700.000. Premtimet e mëdha për një rritje pensionesh dhe kompensime mbushin ekranet dhe podiumet e fushatave, por pas votimit premtimet harrohen, ndërsa pensionistët mbeten që të përballen me faturat, varfërinë dhe harresën. Mbetemi në Telegraf, do të shohim tjetër zhvillim që ka të bëjë me kompaninë Bankers Petroleum. Hetimet e prokurorisë mbi Bankers, biznesi i drejtësisë, kompanisë dhe kupolës PSPD. Një analizë nga doktor inxhinier Yusuf Tushe, ish shef i kabinetit në Institutin Gjeologjik të Naftës në Fier. Në Patos Marines janë nxjerrë dhe grabitur mbi 30 milion ton naftë për 20 vite, me vlerë rreth 30 miliard euro, dhe jo aq sa e vlerëson SPAK-u. Pazaret duan që hetimi të mbyllet me qirat e tokave që merrte kompania dhe jo vjedhjen e 30 miliard eurove. Kontrata grabitqare në 94-ën shkruhet ndër të tjera. Dhe po ashtu theksohet rilindja futi në lojë oligarkun e tyre kinez, VKM dhe urdhrat verbal të masakrës. Faqe 9 mund lexoni më tepër në lidhje me këtë zhvillim. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, 21 vite pa deklaruar pasurinë,
Ndërkohë, vëlla i tij hetohet nga SPAK për grup të strukturuar kriminal. Kreu i diplomacisë shqiptare nuk ka raportuar asnjë pasuri, edhe pse është subjekt i ligjit antimafia. Kemi rubrikën Mjeku në familje. Temperaturat e ulta favorizojnë tumoret, forcimi i sistemit imunitar dhe kura për shurdhimin, kurimi me mjekime popullore i bajameve, sinuzitit, zemrës dhe diabetit. Rubrika Mozaik dhe aktualitet. Presidenti i Republikës, profesor Dr. Bajram Begaj, pret në takim shefin e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosurat italisë. Kreu i Kuvendit njofton mbledhjen për imunitetin e Ballukut pa u zbardhur vendimi i gjykatës kushtetuese, opozita, provokim antikushtetues. Nga profesor Dr. Arben Cici keni mundësi të lexoni Diplomacia në realitetin e fabrikuar nga Shqipëria, dhe nga Hari Bajraktari, Lam të mira, Elliot Engels, zëri shqiptarëve në Kongresin e SHBA-ve. E lëm pas edhe gazetën Telegraf, sepse përfunduam me këtë të përditshme, vjojmë pasqyrën e shtypit, në këto momente si çdo të shtunë me gazetat javore, letrare dhe kulturore, Kushtrim Brezash, Panorama Sport, mediat online. Sepse jemi pak më gjatë me shtypin e ditës sot. Kështu që do të shohim në këto momente gazetën Ex Libris, e kemi në ekran, na ka mbritur në postën elektronike si zakonisht. Faruk Begolli, ikon e një kohe dhe brezave të tërë, nga Ibrahim Kadriu vjen ky material. Aq i ri e aq i popularizuar në kohën kur Faruk Begolli kishte arritur në Beograd të provonte fatin e studentit akademisë për të bërë artist, në atë mes ku bashkëvendës i tij Bekimi, pra Bekim Fehmiu, kishte bërë emër mbi Drasa teatri. Zia Çela, fiduesi i çmimit Adzef Plumi. Kalojmë në materialin tjetër, për te i kufive, brënda shpirtit, veprat e artistëve shqiptar nga Mali Zi, nga Gjovalina Dečić. Shënime mbi librat, kryet tema e sintezave shkencore për veprën e Naim Frashërit. Një kontribut i vyer historik, por përmbar mërgatën shqiptare në SHBA nga Sokol Paja, Rafael Floqi, Noli dhe Konica në Dritën e diellit. Kujtime dhe jetë në një narracion të mirëfillt letrar nga Skerdilajt Zaimi, Kush mund të falë një ëndër nga Visar Zhiti, parëthënie e vëllimit poetik Ëndër e falur e Resul Shabanit. Zhvendosemi, mbetemi tek shënimet mbi librat për të kjo rubrik. Kujtime dhe jetë në një narracion të mirëfillt letrar nga Katyusha Pogaci, raporti njeriut me kohën dhe kujtimin në tregimin e Pashkut dhe krahasimi me Migjenin nga Noel Boçi. Fjalë për originalitetin nga Vangjush Saro, turneu i Jimi Hendrixit në Lviv nga Andrej Kurkov, rubrika Bibliotek me një stër materiale që siç e shihni edhe në faqen e parë e që mund të lexoni në brendësi, dhe së fundmi vjen në shqip romani Mrekullia e madhe, shkruar nga Viola Ardone, Botimi i ri nga dituria shpërkthyer nga Gim Doksani. Por ky material në gazetën Ex Libris vjen nga Ana Sheldia. Ishin këto gjitha zhvillimet në gazetën Ex Libris, një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Ne shohim çdo të shtunë mbri në redaksi. Zhvendosemi në Nacional në këto momente, edhe Gazeta Nacional është një gazetë javore, letrare dhe kulturore, e përditshme online patjetër ose në çdo moment. Zhvillimi kryesor vjen nga profesori asocuar doktor zoti Lisen Bashkurti. Gjua shqipe, zemra identitare e shqiptarëve dhe albanofobia maqedone. Gjua shqipe dhe identiteti shqiptar në Ballkanin Perëndimor. Një shkrim, një qëndrim material që e theksoj vjen edhe pas protestës të studentëve shqiptarë në Shkup me Maqedoninë e Veriut që kërkojnë që provimin e jurisprudencës t'japin në gjuhën shqipe. E mbajmë pak në këto momente gazetën që të shohim edhe zhvillimet që janë në pjesën e sipërme. Pse toskët e mëdhenj mbrojtën fort Gegnishten, duke i quajtur krenaria e kombit shqiptar nga Albert Vlash Nikola vjen ky material. Pra debati mbi gjuhën, identitetin dhe rënjët e Shqipes. Nga Lulzim Brahja mund lexoni kujtesë historike dhe drejtësia munguar për masakrën e Tivarit. Mars prill 1945, masakra e Tivarit, një gjenocid ndaj shqiptarëve. Kalojmë në rubrikën e editorialeve. Mund të lexoni pra editorialin nga doktor Muj Buçpapaj, dhe keni mundësi të lexoni një shkrim që ka të bëjë me gazetën letrare dhe kulturore, pra Nacional.
një tjetër opinion nga Xhelal Zejneli, testamenti imitat frashërit. Nga Ali Ahmeti mund të lexoni barzia gjyqësore, themeli bashkëtesës në Maqedoninë e Veriut dhe po ashtu gjuhët dhe identiteti shqiptar në Maqedoni nga Agronda Lipa. Është në brëndësi po ashtu prozë, poezi patjetër dhe një tjetër material shoqërohet edhe me foto dhe me faqen e parë, ose më saktë me kopertinën e një libri, Regjina Resta dhe Universi saj poetik në Shqip. Këto ishin zhvillimet më kryesore, me aq sa edhe mund të kuptoni fakt nga Gazetën Nacional në numrin e kësaj fundjavë, online mund ta vizitoni në çdo moment patjetër. Edhe një sy në këto momente gazetës Kushtrim Brezash është një botim i organizatës të veteranëve dhe pasardhësve të lanç të popullit shqiptar nder i kombit. E kemi në ekran dhe do të vjojmë konkretisht së pari, por patjetër me zhvillimin më kryesor apo me kryeartikullin. OVP e lançit nderon me titullin e lartë nderi i OVP-s të lançit, nderi i kombit, profesor Ismet Elezin, veteran dhe personalitet i shquar i drejtësisë shqiptare, një aktivitet që është zhvilluar gjatë javës që po lëm pas. Aktualitet, u përkujtua me madhështi 82 vjetori betejës së Margëlliçit. Aktualitet, Shkodër, simpozium shkencor për ngjarje historike. Mbetemi me Kushtrim Brezash. Refleksion, Mujo Ulqinaku, simbol rezistence, heroizmi dhe vetmohimi. Speciale, manifestimi i tretë rajonal ndërkufitar. Histori, në 84 vjetorin e krimit, qeta partizane e Gorës dhe Teki Kolaneci. Aktualitet, lavdi dëshmorit Hajredin Beqari. Po aktualitet, përkujtohet 101 vjetori i rënies heroj të popullit Bajram Curi. Histori, 7 prill 1939, mos ardh shkur nga Uksinani vjen ky material. Këto ishin zhvillimet në numrin e kësaj jave, edhe nga Gazetën Kushtrim Brezash, edhe një sy panorama sport për gjetur dhe për të marrë zhvillimet sportive me futbollin në vend. Së pari atje tashmë është fokusi, se po shkojmë, jemi gati në fund të kampionatit, kështu që çdo skuadër nis edhe bën dhe llogaritën e pikëve. Mbrojtja, thembra e Akilit tek Partizani. Daiu, përparim Daiu, ish futbollist, beson se demat e kanë forcën për të ringritur dhe ka deklaruar ekipi thjesht ka një ngërç. Ish drejtori Haxhia, nuk u dëgjova këshilltarët e demit hedhin llafin. Kombëtarja, Silvinjo i beson Boshtit rekord dhe zhgënjime. Një analizë për ekipin kombëtar. Mbetemi tek superiori ose vjojmë me kategorinë superiore. Katërshja dhe mbijetesa nisin 6 javët e ferit. 6 javë apo 6 ndeshjet mbetura për secilën skuadër. Në Vlorë, flamurtari e ka jeta vdekje me Vorakët. Sot apo sonte luhet flamurtari Vora. Laluci, me Vorën vetëm fitore, ndeshje direkte na kanë fundosur. Në Selman Stërmas, Tirana do që të mund sërish Egnatian. Opinion nga Besnik Dizdari, problematike më pret, pse nuk vinë. Zhvendosemi tek ekipi Dinamos, pika e dobët, Dinamo kërkon Final Fourin, zhgënjen në ndeshje direkte. Anti Teuta, Martini zgjedh 11-shen, Balaj dhe Dodaj favorit. Kategoria superiore, kalendari, java e 31, sot luhet flamurtari Vora në orën 19, nesër pra të dielën Tirana Ignatia Vllaznia Teuta dhe të hënën Bylis Dinamo dhe Elbasani Partizani. Raundi i 30 java e aliansave dhe së vërtetës ethe edhe në kategorinë e parë. Pas qyrohet e kalendari i javës 30 në kategorinë e parë, ndeshjet luhen sot të gjitha në orën 15 pra në orën 3 pak pas mesdite. Pogradeci Kuksi, Kastrioti Laçi, Bureli Skënderbeu, Iliria Luftëtari, Besa Lushnja, Korabia Polonia. Janë dhe ndeshjet e kategorisë së dytë në grupin A dhe në grupin B. Do ta mbyllim panorama sport me zhvillimet nga futbolli evropian. Në Serie A, Allegri kërkon qetësi, Spalletti zyrtarisht Juventin ka rinovuar kontratën, Reali ngjet sërish mbrëm Real Madrid Girona vetëm 1-1, Barça Flick deklaron luajmë për të dy trofet. Manchester City, Bernardo Silva nikje,
Pep Guardiola, trajneri, ka deklaruar unë nuk di gjë. Ishin këto gjitha zhvillimet edhe në Panorama Sport, dhe kjo ishte gjithçka sa i përket shtypit të shkruar, pra gazetave vetë përditshmeve që në kanë mbritur në redaksi. Sot edhe gazetat javore, letrare, kulturore dhe për ushtrim brezash. Kalojmë këto momente në mediat online, përgjithë për të marrë zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit, me shumë interes patjetër. Për shembull, momentalisht jemi në shqiptare.com, në faqen zyrtare në internet, me zhvillimin e minutave të fundit, po ndihni edhe në fleshin informativ. Misioni Artemis 2 është kryer me sukses. Kapsula Orion kthehet në tokë pas 10 ditësh, është rrotulluar rreth ënës. Edhe në këtë foto mund të shihni momentin kur 4 astronautët ulen me parashut në oqeanin paqësor. Më tepër mund të lexoni edhe në brendësi. Zhvendosemi në sociale, e premte e zezë, procesioni i epitafit në Tiranë dhe në rrethe, besimtarët lutje dhe mesazhe paqeje në vigjilje të Pashkës ortodokse. Kalojmë tek ekonomi. Në foto është emisioni Portofol, kolegja Eliza Gjediku dhe ekspertët Artur Ibaj dhe Fatos Çoçoli. Qeveria drejt pensionit privat për administratën, kush përfiton nga kjo formule re? Ekspertët kanë kritika dhe kanë deklaruar në një zëri të dy të përfshihen në skemën e shtetit edhe punonësit e sektorit privat. Lufta në prag të bisedimeve me Iranin, Donald Trump ka deklaruar Hormuzi do të rihapet së shpejti me ose pa bashkëpunimin e Teheranit. Këto ishin zhvillimet më kryesore në shqiptare.com, në faqen tonë zyrtare në internet. E lëm pas dhe zhvendosemi në mediat italiane, që ne shfletojmë më së shumti çdo ditë, për gjithë dhe për të marrë zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Jemi në këto momente me Corriere della Sera, dhe zhvillimi kryesor ka të bëjë me atë që ne pasqyruam pra edhe në shqiptarja.com, por edhe që po ndiqni në fleshin informativ, shoqërohet me 3 foto. Artemis 2, misioni i kompletuar pra në hën, apo i përfunduar, astronautët rikthehen në tokë dhe po ashtu bëhet me dije një shifër 39.000 km/h edhe le të themi mbritja po takimi në oqeanin paqësor. Shoqërohet me foto edhe me fest patjetër, sepse ishte një mision i rëndësishëm. Atëherë kalojmë në këto momente në zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën, i kemi në ekran dhe do të shohim me detaje. Janë lajmet që vinë edhe minut pas minute. Në foto është një moment nga vendi ku në Islamabad, në Pakistan, do të zhvillohen bisedimet SBA-Iran. Shohim flamërit e shteteve, bisedi Islamabad Talks, për bisedimet e Islamabadit në prill. Në Pakistan është ora e bisedimeve. Teherani deklaron nuk kemi besim tek Donald Trump. Pra, ndoshta edhe të dërguarit apo delegacioni iranian theksojnë që nuk kemi besim tek Donald Trump, ndërsa mediat sqarojnë apo bëjnë me dije se është zhdukur një dron i SBA-ve në Hormuz. Se çfarë ka ndodhur, mund të lexoni më shumë edhe në brendësi. Ka dhe një analizë interesante se takon edhe çmimit të energjisë apo edhe karburantit. Nga Corriere della Sera, zhvendosemi pak edhe në La Repubblica për të parë, kuptuar dhe për të marrë mënyrën si pasqyrohet sot lajmi kryesor për çështja e bisedimeve. Do të nisin ka detaje të tilla, për shembull që ndoshta në orët e paradites apo në orët e mëngjesit delegacioni iranian do të takohet me kryeministrin e Pakistanit dhe më pas, nëse janë kushtet, do të vijohet me bisedimet apo negociatat me SBA-t, por gjithsesi do të kemi si ta ndjekim hapasapi. Në plan të parë, edhe në La Repubblica është, le të themi, rikthimi në tokë i misionit Artemis 2, mision i kompletuar, pra astronautët tashmë janë në tokë dhe po ashtu, pra kanë deklaruar në farë mënyrë çfarë udhëtimi rreth ënës. Shoqërohet edhe me foto dhe momenti kur 4 astronautët, 3 burra dhe një grua dhe një zonjë, kanë mbritur pra nga hëna në tokë, kanë rënë fakt edhe me parashut në
oqeanin paqësor në lidhje me situatën, në lidhjen e mesme, kemi edhe foton kryesore. Në fakt, për ishtë vërtet është një foto që unë i shfletova këto meti edhe rreth orës 5:30, por momentalisht po e shoh, në një farë mënyrë shfaqet për herë të parë. Bisedimet e Islamabadit, SBA Iran, pritet që të nisin sot, ndoshta mund zgjasin edhe 2-3 ditë, dhe janë të drejtuar atje në një farë mënyrë sytë dhe veshët e mbar botës. Shpresohet shumë, absolutisht, në një marrëveshje afatgjat, pra në një marrëveshje afatgjat që të jepet fund edhe luftës. Tani, zhvillimet më të fundit kanë të bëjnë me. Sot është dita e negociatave dhe në brendësi kush ka dëshirë të lexojë drejt për drejt në La Repubblika, mund gjetë gjitha le themi etapat apo çfarë do të ndodhë, çfarë është parashikuar gjatë ditës. Nga ana tjetër, Teherani, pra Irani ka bërë me dije se ne nuk kemi besim tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa një zhvillim i fundit bën fjalë për një dron të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kushton $400 milion dhe që është zhdukur në ngushticën e Hormuzit. Një lloj misteri, por ky është një zhvillim. Në fakt, një dron, imagjinoni, që kushton gati $400 milion është zhdukur në ngushticën e Hormuzit. Dhe në foto, me këtë do ta mbyllim, është presidenti i SBA-ve Donald Trump, i cili e ka kërcënuar sërish Iranin dhe ka bërë me dije ose do të arrihet një marrëveshje, një dakordsi, ose do të kemi sulme ndaj Iranit edhe më të ashpra, apo edhe më të fuqishme se që kemi pasur gjatë periudhës së luftës. Këto janë zhvillimet. Sot është dita e negociatave për luftën në lindjen e mesme. E gjithë vëmendja në Pakistan, në Islamabad, tek bisedimet e Islamabadit është përshëndruar dhe absolutisht besoj që mbar bota shpreson që të arrihet në një marrëveshje afatgjat. Kjo është gjithë pasqyra e shtypit, duke i bërë me dije në fakt jo thjesht edhe shfletimin apo leximin e gazetave, por edhe zhvillime dhe ngjarje të minutat fundit.